Gjykata e posaçme ka vendosur që të pezullojë nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërkohë e ndalon që të dalë jashtë vendit. Për të folur për këtë vendim të kësaj gjykate, kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin Erges Eskiu. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Eskiu, si u duk ky vendim i gjykatës së posaçme ndaj Belinda Ballukut? I drejtë realisht, për të qenë korrekt edhe me drejtësinë ose me parimin prezumin të pafajësisë, por i vonuar. Pra, ka dy standarde realisht, sepse Veliaj e morën në futën në burg, edhe Veliaj, normalisht pavarësisht se unë kam protestuar 46 javë kundër Veliaj, po duhesh pezulluar, se përdesa është ende i padënuar, nuk mund ta mbash tjetrin në burg. Njëta gjë ndodhet edhe me liderin e opozitës, edhe me liderin e Partisë Lirisë, është njëta gjë, domethënë tek Belinda Balluku këta janë treguar korrekt, por me të tjerët nuk janë treguar korrekt. Pra janë dy standarde të spakut. Dhe është e vonuar, thash, sepse duhet marr si maz prej fillimit ose të paktën një muaj përpara. Këta i lanë kohë Belindës që të prishte provat, sa mund të prishi sepse provat janë sheshit, domethënë këta kanë vjedhur kaq harbutse, kaq hapur sa nuk kanë se si të mbrohen, por për syje faqe të njerëzve që të mos shkojmë tek konfiskimi i pasurisë e që të mos shkojmë tek dënimet e larta, i lihet një periudhë kohore këtyre njerëzve për të justifikuar një dënim minimal nesër pas nesër, pra i pas kanë prishur provat. Provat janë ulur ritse. Pra ne kemi foton e Belindës me Ramën dhe ish zëvendës kryeministit tjetër Albin Ahmetaj në takim me këta njerëz që morën tendrin e tunelit Llogaras. Pra është ashiqare që aty është korrupsion dhe është Rama brenda bashkë me Belindën. Por këta thash i lënë kohë me idenë që ta justifikojnë nesër pas nesër dënimi maksimal të konfiskimit të pasurisë Belindës, që kjo i pas ka prishur provat. Duhet marrë më përpara. Është shumë e vonuar si mas. Vendimi i GKK-s vjen vetëm një ditë pasi Belinda Balluku doli në kuvend ku mbajti një fjalim, le të themi, sqarues për lidhur me procesin që ka nisur ndaj saj. Si e pat këtë fjalim të Ballukut në kuvend? Po, shiko, përgjithsisht njerëzit që janë fajtor, që nuk janë as inteligjent, domethënë, kanë një lloj arrogancë gjithmonë para ndëshkimit për të mos e pranuar publikisht që kanë kryer një krim. Ose gjithë vrasësit, po ti pyesësh pse në burg kot jam, thotë. Pavarësisht se ka vrarë një jetë njeriu, ka marrë jetë njeriu, thotë jam kot, s'kam bërë asnjë gjë, mos ma bëri për borxhe, ai dhe unë e vrap. Në këtë linjë shkon arroganca e Belindës. Sepse një person që ka sedër, një person që ka cip, kur kapet në vjedhje kërkon të falur dhe ul kokën. Ndërkohë këta kanë një lloj arrogancë që duan të tregojnë që jemi të pamposhtur edhe kur zihemi në çark. Kështu që në këtë linjë vazhdon edhe sjellja e Belindës, siç ka vazhduar e gjithë të tjerë që kanë rënë. Ne kemi edhe Taulant Balla që del qesh aty bën sikur bën ironi. Po Taulant Balla është një provincial, është një kumarxhi, është një person që është akuzuar për vrasje, është një person që del në pothuajse çdo përgjim të grupeve kriminale, që janë medet huaja pafund që i nxjerrin emrin Taulant Ballës dhe Taulanti del aty sigurisht është njeriu më i ndershëm. Pra këta janë gjithë hipokrit, janë gjithë mashtruesa, që populli i thjesht duhet ta mbledhë mendjen që nuk ka të bëjë me politikan normal. Këta janë delinkuent, janë kriminal në politikë. Në këtë linjë është Edi Rama. E shoh njerëz si kryeministër, del Edi Rama në takime jashtë shtetit dhe gjej me vëmendje ata. Sigur ai është një kryeministër. Është një trafikant droge. Është një hajdut. Thash edhe herën e kaluar, 0.7 milion dollar ishte një shumë në një video të montuar, sipas gjykatës, për të cilën Rama protestoi dhe tentoi revolucionin. Ndërkohë te tuneli Llogaras ne kemi Arben Ahmetaj thotë janë pak të 97 milion euro. Për mua janë akoma më tepër. Po si nuk shqetësohet ky person kur vetëm një tender shkon 97 milion euro, që është raporti 1/110, për çka ka protestuar Rama deri dje. Të thotë që ky është përfituesi kryesor. Dhe njerëzit nuk arrin ta kuptojnë hapta si fare, ta kenë të qartë që ky nuk është kryeministër, ky është hajdut. Me kostum e kryeministrit mund duket burr i mirë ose i pranueshëm, është hajdut, është narkotrafikant. Po vritë fëmijët e shqiptarëve, po përfundojnë burgjeve, po zhytën kredi çiftet e reja, familjet e reja për të blerë një palë shtëpi në Tiranë, dhomë me kuzhinë, 50-60 metra katror, dhe do të kenë në borxh gjithë jetës, dhe ja trashëgojnë me borxh fëmijëve atë pronë, vetëm që Edi Rama të pasurohet. Dhe sot e kësaj dite
Altin Dumani nuk guxon ta marrë një pyetje Edi Ramën. Ore zotri, ish zvensk kryeministri akuzoi të 500 milion dollar. Ai vet akuzon zvensk kryeministrin aktuale për 2 miliard dollar. Kryetarët e bashkisë që ai dut, deputetët që ai dut, ministrat që ai dut. Si ka mundësi më zotri, ti je idiot e ta hedhin të gjithë apo ti je kreu i organizatës siç thot Arben Ahmetaj? Ky është përfituesi kryesor, është e qartë për çdo shqiptar. Domethënë, në qoftë se mediat kryesore, ato që kanë pjesë më të madhe të audiencës, do merreshin me Ramën seriozisht 2 javë, unë ju garantoj Rama do merrte helikopterin dhe ja mbafte. Sepse Rama është frikacak, pavarësisht se bën si arrogant dhe si trim. Rama është frikacak më i madh i këtë vend. Rama dhe dihet 31 minuta qendroi, iku me vrap. Biles, kur deputetët e opozitës i kthyen Kurizin, ai u sikletos. U sikletos dhe u humbi komplet. Domethënë nuk pati mundësi që të jetë një performancë normale sepse e ka shumë problem kur ai nuk është në vëmendjes. Edhe për këtë arsye shkatëroi teatrin, mos hapim andej. Sepse ai nuk duron dot që të tjerët të kenë vëmendje, do të jetë gjithë vëmendja tek ai. Ama në momentin që vëmendja tek ai është në sensin negativ, që flitet që luftar Hysa për shembull vërtet u kap atje, po ku ky ishte duke marrë kazino nga Edi Rama. Pra po të merren njerëzit seriozisht, mediat kombëtare kryesore me Ramën, ky person ja mbath. Nuk e përballon të burgun Edi Rama. Ndoshta Belinda mund ta përballoj, ndoshta mund ta marrë Ramën me vete, por që Rama është akoma i dobët se këta tjerët. Çfarë do thot ky vendim i Ballukut për qeverinë Rama dhe a besoni që me këtë vendim Rama do ta shkarkoj Ballukun apo do e mbaj edhe pse është pezulluar nga detyra? Pra çfarë lëvizjesh do bëj Rama pas këtij vendimi, si e shikon? Shiko, Rama po e çon drejt shkarkimit Ballukun, por praktikisht ka rënë vetë qeveria Ramës. Ka rënë qeveria Ramës sepse Balluku kishte 70% të buxhetit. Pra kishte Ministri i Infrastrukturës, është zëvendës kryeministre, por që pjesë më të madhe të tepsisë, siç e ka qenë Rama, e kishte Belinda. Në moment që 70% e buxhetit është pezulluar, nuk merret asnjë vendim në vazhdim, thotë qeveria ka rënë. Ky mund të vazhdoj të tentoj të mbijetoj, por që për momentin, edhe me largimin e Belindës, gjithat shigjetat janë tek Rama. Çdo sulm tash shkon tek Rama, nuk ka më një para vite, domethënë që të godasin një herë Belindën apo të godisin dje Velia. Sot është Rama në mes. Nuk ka më, s'ka më as oficer as mbetëresh që të mbrojë Ramën. Është vetëm Rama dhe shumë shpejt edhe Rama do bjeri. Nuk ka pupthit lëvitet Rama, nuk ka nga jamban. Çdo mas që mund të marrë ai, çdo vendim që mund të marrë, sepse ju e dini që ai i kërkoi shkarkimin, ose dorëheqjen Belindës dhe Belinda nuk e pranoi dorëheqjen. Tani mund ta shkarkojë dhe mund ta zvendçojë me një Belinda tjetër, ose Erion tjetër. Por ideja është shumë e qartë. Qeveria ka rënë sepse ministria kryesore është në hetim dhe i është ndaluar dalja nga shteti, sepse dhe mund të ratiset. Kështu që kjo është praktikisht fundi i kësaj qeverie. A besoni që Spaku do shkojë deri te Edi Rama, pra mund ta marrë në pyetje ose dhe të nisë në një procedim penal ndaj tij? Spaku është detyruar të shkojë te Rama, nuk ka asnjë më dyshje që do shkojë tek Rama, pavarësisht se i kanë lënë shumë hapësirë Edi Ramës, dhe kur Rama thoshte merroni në opozitën, Spaku me vrap shkonte dhe hapte hetim për opozitën. Kur Rama është në siklet të madh, thotë hetoni 21 janarin, del 21 janari edhe pastaj tentojnë të nxjerrin një fabul Gjoja ka frikë Berisha të shkojë te Spaku dhe nuk e ka marrë letër, po e ka marrë apo nuk shkon atje. Pra sa që Rama është siklet, Spaku vjet lëvizje për ndihmuar Ramën. Por tek Spaku kanë investuar edhe europianët edhe amerikanët. Dhe normalisht që nuk e ka kontrollin absolut. Rama arrin ta kontrollojë drejtësinë, por kontrollin absolut nuk e ka tek Spaku, kështu që do shkojë tek Rama, nuk ka shpëtim. Ndërkohë janë marrë të pandehur, ose më saktë ndaj tyre janë vendosur masa sigurie edhe për kreun e ARSH-s dhe për kreun e Keshit. Si shpjegoni këto masa dhe duket sikur disa institucione kryesore kanë ngelur pa drejtues. Pra, çfarë duhet bërë në të tilla raste? E para, e dyta,
Kur kemi akuzat të tilla ndaj numrit 2 qeverisë, a mendoni që shqiptarët duhet të jenë pak më agresiv ndaj këtyre fenomeneve dhe ndoshta edhe të dalin në protesta? Shiko, e para e thash, qeveria ka rënë. Domethënë nuk mund të vazhdojmë kështu. Gjëja e parë që duhet bëj Rama të japi dorëheqjen. Të pranoj që kështu nuk vazhdohet më dhe t'i hapi rrugë qeverisë teknike. Shqiptarët reagojnë, kanë reaguar fuqishëm dhe më herët. Thjesht në këtë vend nuk ka shoqëri civile, ose kemi të bëjmë me shoqërinë civile të Partisë Socialiste, pra gjitha shoqata që sponsorizojnë nga George Sorosi, nuk ka sindikata, siç Rama mburesh, domethënë një gjë krejt absurde, që kryeministri shkon në një vend huaj dhe thotë hajde në Shqipëri se nuk ka sindikata dhe nuk ju hap njëri punë. Në një vend që s'ka sindikata, nuk ka shoqata, nuk ka shoqëri civile, normalisht është e vështirë që populli të dalë në protestë. Dhe kjo pritet nga opozita. Opozita realisht është parti politike, nuk është shoqat që të krijoj apo të organizoj protesta. Por duhet të vazhdoj me programin e saj politik, duhet të vazhdoj me denoncimin dhe këtë gjë ka bërë gjatë gjithë verës. Por fakti që njerëzit presin prej opozitës gjithçka, ka patur edhe një lloj ose ka një lloj apatie që thonë opozita na ka shitur. Në fakt opozita ka bërë detyrën e saj duke denoncuar masakrin elektoral që bëri Rama. Ka pritur kohën që ose bëu diri të shprehej që në Shqipëri nuk ka më zgjedhje lira të ndershme, që zgjedhjet ishin të pabarabarta, që gara ishte pa ndershme, që u shkel ligji hapur. Dhe sot opozita po kalon në një foltore përpara parlamentit dhe do të shkojë te protesta e madhe. Do të shkojë edhe në riorganizim brenda partisë, edhe hapi partie për ta përfshirë gjithë shoqërinë shqiptare brenda Partisë Demokratike, ose që të majtet të djathtë të kenë sy dhe shpresën e vetëm tek Partia Demokratike. Kështu që populli ka për të reaguar, kur opozita ta thras protestën e madhe, do shkruajnë që ka bërë një pjesëmarrje masive, por situata është e tillë që kjo pjesë do marrë kohën e vet. Thash, momentin që mediat kryesore nuk merreshin me ballukun deri dje, nuk e di se çfarë do ndodhi sot, po prapë do mundojnë ta mbrojnë. Momentin që populli është i painformuar, është shumë e vështirë që të shpërthejë ajo valvura e tenxherës presionit. Me këtë censur mediatike, do të thojë që pavarësisht se ka shumë media, po mediat janë kontrolluara, Rama arrin që ta mbaj valvulën pak të hapur, që të nxjerrë vazhdimisht presion e të mos shpërthej. Por gjithsesi edhe kjo pjesë nuk është se do zgjas. Rama ka të qartë që, siç ju thash, herën e kaluar për Belindin që nuk e kap vitin e ri, por e them edhe për Ramën që edhe Rama nuk e mbyll 2026. Madje mund të jetë shumë më shpejt sepse gjërat po përshpejtohen. Dhe Rama nuk e ka më mundësinë ta kontrollojë situatën. Zotësi, ju faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju faleminderit juve.